Imagjinoni ku shkojmë. Imagjinoni, me këto kanë gjetë tek dalje, me fatën e limën jo, ku po nisësh, ku i del përpara me lybot. A keni qartë? E pse e bëjmë? Ideja që e manë Ramani, ja bjen do vota tepër. Let ja bjen, politika nuk ka zvot bre. Unë politike mati, a e kipën i me, a e kipë sinqert. Deri tash, po më t'i glojnë, ma i sinqert Ramush Haradini. Nuk ka bëhë si kompromise. E qartë. Anga pamundësia, anga parimi, nuk e di. Unë e besoj, ose të pak do me besu që nga parimi. Kërë që i vjen, ki e Burim Ramadanin, e ki Palekaj, e ki Agim Qekun, i generalin i përgjishën të me kes pas lufte, pra njerës janë dëshmuar në momentet të 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 historisë. Ta njerës është mirë edhe janë vlerë për kuvendin e Kosovës. Pavarësisht mos pajtimeve aty këtu që më mi pas me të trekta ose me këtë listën, për Ramush është komandanti që e ka dëshmuar vetën një kohë. E këta e pasën një komandant. Jo, unë nuk është se po vë në diskutim integritetin e zotit Haradinaj të partisë të tij apo personat që integron në listë për shkuar në këto zgjedhje. Absolutisht, asë nuk e vë në diskutim. Por fakti i qëndrimit tënd që ka ndryshuar. Nuk ka ndryshuar qëndrimi jem, ka ndryshuar ata. Unë jem konsistent. Unë e kum pas shpresë për PDP ka me qenë forca që ka me studu Kurtin. Me kësi performancë jo. Me këtë respektin që i kom aty për të deputet, për Ganimetre Musliun, për Bler Deliun, për Parparin Grudën. Pa ta nuk po pyetën. Vendimarrja e partisë është skandaloze. E patën një mundësi me fut komandantin që ka background, po atë Sara Mushi me limën, e hoqën jashtë. Edhe futin lista si fashista që për mu është merë që me mendue, e lere mata me pas fuqi ekzekutimi, e që e kanë pas. E qartë. Do edhe një koment se e takon lëvizjes vetëvendosje në një kohë që artikulimi që ka patur zoti Kurti për raportin e ngrirë me faktorin ndërkombëtar, por edhe çështjen e sanksioneve të Europës dhe Kosovës, i ka lidhur të gjitha me raportin apo me dialogun e ngrirë me Serbinë. Sa qëndron? Dëgjoni, dialogu deshëm ne, pala destruktive në dialog, në sytë të kombëtarëve tingëllon Kosova. Kjo për pajtë Kurtit. Jo pse Vučić është i mirë, po Vučić deli mirë sepse ja mundson Albin Kurti. Apo kuptoni? Dhe ti merresh vesh me Azdren, kujdes me deklaratat se do bëhesh titull portalesh në Kosovë. Jem mësua, mu ka trash të kura në Kosovë, se ka problem. Pra, që ndodh? Ai e shet si historie suksesi i Veriut, ndërkohë në sytë ndërkombëtarëve. Për balë kryetarëve të NATO-s madje. Këto e kanë burime të konfirmuara, nuk janë hala publikuara. Kosova del si vend që pretendon spastrim etnik për serb. Imagjinoni. Pra, Veriu, situata në Veri, veprimet tona në Veri, ka përfituar veç Vučići, jo Kosova. Prandaj ti del me këtë budallakinë e botës, ose me qëllim, këto nuk e di, del të jep palë destruktive. Ky shkon në Bruksel, merr atë vesh për asociacione, vjen Kosovë, çon një si speciale atje me shkaktu tension etnik. Para menone, e PDK-ja me LDK-n i thojnë jemi pro marrëveshjes, kur vjen Kosovë, kur çon një si speciale në Veri, i thojnë jemi edhe pro trupave atje. Çyshje për të dyjave. Këtë dytën po e bën me zvarrit parën. Imagjinoni çfarë opozit kemi na. Prandaj Kurti ka luksi më egale. Edhe merr sanksione nga BE-ja, ta nuk bëjnë zonë, gojën se qelin. Merr ta pezollon dialogun strategjik Shërbaja, ta gojën se qelin. Se vetë i kanë ndihmuar. Prandaj për mua është keq. I vetëm që ka marrë guximin më thonë, direkt është Ramush Haradini. Ky është njeri që punon për Serbi. Jo domosdoshmë, do të pas motive, po ka jetë edhe budallakia çon aty. S'ka rëndësia ki motive, e pe kjo çaj. Ti po i shërben Serbisë, pia permisoni marrën Serbisë, e Serbia hala fashiste. Ndërkohë, paramenoni, një lideri autoritar, fashist si Vučići, veç Kurti ja mundson me dalë mirë për ndërkombëtarëve. Kjo s'ka ndodhur kurrë në historinë e Kosovës. E qartë. Azdren, një zhvillim i fundit që vjen nga Kosova është fakti se ka dërguar ndihmë në fakt në rripën e Gazës. Pse në këtë moment? Po, unë mendoj në parim është mirë, mendoj që Gaza dhimbje për këtë njerëzim. Jo pse e bën. Mirë kanë bërë dhe uroj që të shtohen edhe vende që marrin këto iniciative. E kuptova drejt pyetjen. Por mendoj që në këto momente Kurti po do me peshkua edhe elektoratin me që kanë bindje më radikale islamike. Dhe me këtyre unë me Gazën, po ndërkohë këtu e qetë plamurin e Izraelit. Dakord edhe me ato, se në ditës Benjamin Netanyahu është kriminal lufte. Nuk ka këtë Izraeli kriminal, nësë pajtojnë me ata, po me Benjamin Netanyahu nuk mujme bëllet gjithë përbashkët, është kriminal lufte, ashtu e trajtojmë. Izraeli është etmik, ashtu e trajtojmë, për Kurti i bën, kur ka fushat, ta shqon ndihmë atje, del e promovon këtë aksion humanitar, nëse mundin i thonë, sepse e din që këtu, te një pjesë e elektoratit kosovar, kjo apelon edhe i shes i votu potencial, pra është këtë kalkulim elektoral, edhe për këto veprimet Kurtit, të mërshme,
po që në synd e do naive në Kosovë, shion se veprime patriotike, na dje e pa një këngë që e kishit deputetja e Donald Alloshi, imagjinoni. Domethënë reminiscencat në quhen ajo e juja, 500 vjet nga ana e priti, Skënderbeut një vllaj arriti por Enver Hoxha. Në çakt një kemi mrina. Imagjinoni ku jemi. Këngë, deputetja që për kursin. Para me në, kjo tragikomedive. Asdren, falenderoj shumë për kohën. Kënaqësi si çdo herë. Shkëputemi së bashku për të ritakuar në pjesën tjetër të programit me të tjerë zhvillime sa i takon në aktualitetit politik në Kosovë. Këtë dimër, një portofoli rëndësishëm zhduket sërish. Kërkojmë që të gjithë të bashkëpunojnë në gjetjen e portofolit. Një revolucion që nisi nga zhdukja e tij, një ofertë që gjithkush e refuzon.